Top 20. 20 këngët më të mira të Krishterën. Çdo fundjavë në Radio Emanuel hitet më të mira të muzikës së Krishterë. Oh Lord, I need. Ndryshoj jetën. Top 20 Christian Songs. Dëgjoj muzikë. Jeto një jetë me frymëzim. Let love explode and bring the dead to life. Top 20 Christian Songs. Ne jemi berës të paqes, jo mbjellës të hidhërimit. Ne jemi ata që sjellim gëzimin e Jezus Krishtit në këtë botë. Jeta është vetëm në Jezus Krishtit lart në qiell. Yeah, but that's when I need it the most. Gur të gjallë, një program jetë ndryshues. Bring my heartfelt bid to hell, hallelujah. Ftoja Jezus Krishtin sot, thoj, Zoti Jezus, eja. Mesazhe nga shërbesa e pastor Shkëlqim Baraku që vijnë çdo ditë në familjet tuaja në orën 18 dhe në orën 10. Fillo sot një jetë të re me Perëndin. Ulem përpara te e Zot për mëkatin që më ke falur në kryq. God, you've been patient. Nuk kam mrekulli më të madhe. Cili do që thret emrin e Jezus Krishtit për shpëtim, i janë falur mëkatet në përjetësi. God, you've been gracious. Je një mëkatar i falur. Dhe kur ti e falur, je i shenjtë, dhe ti duhet të ecësh në shenjtëri. Edhe në qoftë se do të vdisni, ju do t'ju duhet të jetoni përsëri. Ky është këmbi. Ky është këmbi. Vetëm në Radio Emanuel. Hallelujah. Gur të gjallë. Rikthehemi në studio miq, që vazhdojmë të jemi së bashku drejt për së drejti në valët e Radio Emanuel për gjatë programit Muzik Plus në hyrje të puntatës së ditës së sotme. Unë prezantova shkurtimisht të ftuarit të cilët ne janë bashkuar në këto momente në studio, pra për të folur më tepër në kuadër të ditës ndërkombëtare të Shkopit të Bardhë që shënohej në kalendarin historik në datën 15 tetor. Në studio sot janë Arian Kambrico, antar i Këshillit të Shoqatës së të Verbërve Dega Korsi dhe antar i bordit të fondacionit Dritë për të Verbrit, si dhe Albert Çepi, antar i Këshillit Kombëtar të Punonjësve Social. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se u gjeta dhe është kënaqësi që vi në këtë studio në Radio Emanuel. Përshëndetje Kela, faleminderit për ftesën sërish. Kënaqësi të jemi së bashku sot mbi të gjitha për të folur për një ditë kaq shumë të rëndësishme dhe për të përcjell gjithmonë edhe më tepër mesazhe ndërgjegjësuese në mbështetje të personave me aftësi të kufizuar në shikim. Prandaj së pari dua t'ju pyes se çfarë përfaqëson për ju dita ndërkombëtare e Shkopit të Bardhë dhe çfarë domethënie ka kjo për komunitetin e personave me aftësi të kufizuar në shikim, duke i referuar vendit ton, pra Shqipërisë. Kjo ditë përfaqëson që ne të jemi të barabartë si të tjerët, të jemi aktiv edhe domethënë të mos dorëzohemi kur. Shkopi i Bardhë vërtet mund të jetë një gjë e vogël që ne mbajmë në dorë, por ka një domethënie të madhe. Një domethënie të madhe ka që ne kur përballemi me vështirësi të mos dorëzohemi. Dhe akoma më shumë duke përforcuar çfarë edhe Ariani është duke thënë, duke parë dhe historikun e Shkopit të Bardhë. Shkopi i Bardhë fakt përfaqëson lirinë, pavarësinë, autonominë, edhe gjithkush për ju që jetonin në qytetin e Korçës mund të shikoni edhe Arianin duke ecur në rrugë duke pasur këtë shkop në dorë që fakt i mundson atij për të lëvizur, për të mos qenë mbyllur brenda, ai dhe shumë të tjerë, për të mos qenë të mbyllur në katër mure në kontekstin e shtëpie, por për të dalë edhe për të qenë sa më, sikur se Adriani e përmendi, sa më të barabartë, sa më social, duke qenë dalë nga shtëpia për të patur një jetë akoma dhe më sociale dhe funksionale. Gjë që është patjetër e nevojshme dhe domosdoshme për secilin prej nesh. Arian, mund të ndash diçka më tepër në lidhje me historikun e kësaj dite, si ka nisur, si ka ndryshuar, qoftë edhe ndërgjegjësimi në vendin tonë ndër vite, duke ndarë dhe nga eksperjenca jote. Po, historiku i Shkopit të Bardhë është ky që në Amerikë një fotograf për momentin i ku shikimi u verbua, domethënë nga glaukoma, domethënë tensioni në sy, dhe që të dalloheshe nga të tjerët, ai përdori Shkopin e Bardhë.
Dhe në vitin 1964, presidenti asaj kohe bëri marrëveshje që personat me aftësi të kufizuar në shikim të ndihen të barabartë si të tjerët, të ecin përpara, mos dorëzohen kurrë dhe të kenë të drejtat e tyre. Dhe në Shqipëri, mbas viteve 90, kjo ditë në 15 tetor bëhet edhe në Shqipëri, ku ne dalim marshojmë me shkopin e bardhë për të kërkuar të drejtat tona edhe bëjmë aktivitete të ndryshme. Në vitin 1991 u formua dhe shoqata e të verbërve të Shqipërisë. Po në atë vit në Korçë u krijua dega e shoqatës së të verbërve, Dega Korçë. Dhe qëllimi i shoqatës së të verbërve ka qenë që ne të integrohemi në jetën e përditshme, të kemi akses, të kemi akses në rrugët, që të infrastrukturë, që të kemi rrugë sa më të mira që ne të na përshtaten, edhe si dhe në arsimim, në punësim, në aktivitete artistike kulturore dhe shumë gjëra të tjera. Mendon se është përmirësuar ndër vite mbështetja kundrejt personave të cilët kanë aftësi të kufizuar në shikim? Po, ka filluar ndërgjegjësimi, është rritur ndërgjegjësimi, por ka ende akoma shumë për të bërë. Ne në Degën e Korçës kemi mbi 10 vjet që arsimimi deri diku është mirë, po me përpjekjen tonë, domethënë, janë 40 studentët me persona me aftësi të kufizuar në shikim që kanë mbaruar universitetin, që kanë qenë studentë dhe kanë mbaruar universitetin. Gjithashtu kemi dhe 10 në vazhdim në Universiteti Fanoli i Korçës, që vazhdojnë dhe 4 nga këta këtë vit kanë filluar universitet të dytë për shërbim social dhe kjo degë jo përshtatet këtyre persona me aftësi të kufizuar në shikim. Po, kur vjen puna për punësimin, lë shumë për të dëshiruar. Ne të gjithë që kemi mbaruar universitetin, nuk kemi një punë. Do me thënë, edhe në Degën që kemi mbaruar dhe atje ku na përshtatet, kemi kërkuar, por punë për ne akoma nuk ka. Dhe shpresojmë dash të Zotit që në një të ardhme të zgjidhet edhe ky problem. Plus pasaj problemet e tjera ka pafund, por ne nuk dorëzohemi siç e thashë më përpara. Po Berti, çfarë mund të thuash në kuadër të kësaj që unë pyeta edhe Arianin? Ne në fakt kemi si mbi 12 vite që bashkëpunojmë me shoqatën e verbërve, që nga koha kur unë kam ardhur, kam vendosur për të jetuar dhe për të punuar në qytetin e Korçës. Unë jam edhe drejtuesi i fondacionit Kisha e Krishtit Korçë, në cilën faktikisht në fillim jemi njohur edhe kur kam ardhur edhe me Arianin, edhe pastaj kemi filluar takimet, si fillim një kafe, duke u njohur, duke folur për problematikat, çështje të ndryshme sociale, shpirtërore, emocionale që kalon ky grup, edhe pastaj duke vazhduar bashkëpunimin ton, duke ofruar, mundësuar aktivitete të ndryshme për të bërë atë që Ariani përmendi, për të ndihmuar sa më shumë në daljen e tyre nga shtëpia, në integrimin e tyre në jetën sociale, në shoqëri, po ashtu duke krijuar, duke munduar sa mundësi që kemi, duke krijuar edhe disa facilitete, duke aktivitete sociale, ndihma të ndryshme që ne kemi munduar të aksesojmë, të krijojmë për ta, bashkëpunime edhe me shoqata ose fondacione të tjera, ku për shembull neve çdo vit tashmë organizojmë një seminar që quhet Dritë për të verbrit në qytetin e Ersekës, në bashkëpunim edhe me një kish fondacion që është atje, që është edhe Udhkryqi. Ndërkohë ne gjithashtu ndihmojmë edhe duke bërë edhe aktivitete ndryshme, ndoshta edhe në natyrë, disa herë kemi qenë në pyllin e fazanëve, apo edhe në parqe të ndryshme të qytetit, por edhe përtej në Pogradec apo dhe jashtë. Pra, ideja është duke krijuar sa të mundemi, pa shkuar shumë në detaje, për të ndihmuar në socializim, në integrim, në shoqërizim, dhe duke realisht ata janë njerëz sikurse jemi të gjithë njerëz me një lloj, sikurse ne, kështu që ajo çfarë bëjmë ne thjesht jemi një pikë vogël ujë në oqean që mundohemi në pjesën tonë. Dhe Arian, duke qenë edhe antar i Këshillit të Shoqatës së të Verbëve për sa i përket Degës së Korçës, cilat janë disa nga aktivitetet që shoqata juaj organizon në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Shkopit Bardh, dhe nga ana tjetër si ka qenë mbështetja apo dhe pjesëmarrja nga komuniteti, qoftë edhe nga institucionet përkatëse të qytetit? Po, ne çdo vit kemi dalë me Shkopin të Bardh, domethënë në pedonalen e qytetit, duke bërë një marshim atje, edhe duke sensibilizuar, domethënë që edhe të tjerët
të kenë një farë si përgjithësie që edhe ne jemi barabartë si njerëzit e tjerë. Por këtë vit, duke u konsultuar me Albert Shepin, me Bertin që është këtu, edhe me kryetaren Violeta Stamuli që ata e përshëndes, e bëm ndryshe, domethënë bëm një aktivitet në biblioteka, një si tryezë të Rumbullakët, ku ftuam edhe përfaqësues nga institucione të ndryshme që ne kemi bashkëpunim, nga Qarku, Bashkia, Prefektura, nga zyre punës, nga diskriminimi, nga konsulenca ligjore falas. Janë edhe institucione që mund të japin një mbështetje, edhe që kemi patur bashkëpunim, domethënë për çdo problem jemi përballur aty, domethënë edhe ne janë zgjidhur deri diku sa të ketë qenë mundësia. Edhe vërtet doli mirë, kishim ftuar shumë, por 12 na erdhën, domethënë nga se neve e marrim parasysh se kanë dhe probleme ose ishte edhe një takim tjetër në drejtorinë e turizmit, edhe e marrim parasysh për personat, për ata që erdhën. Kurse pjesëmarrja nga ne ishte shumë e mirë, se edhe njëre falenderoj kryetaren e shoqatës tonë, ajo është e hapur për bashkëpunime të këtilla dhe ajo është vërtet një dritë syri për të gjithë ne që nuk kemi dritën e syrit, me ngrohtësinë dhe me përvojën e saj. Siç e tha dhe Berti, në kishën e Krishtit ne ndihemi është si shtëpia tonë e dytë. Ne shkojmë 2 herë në muaj aty, na zhvon fugonin në dispozicion, një kafe, një çaj, dëgjojmë fjalën e Zotit, aktivitete të ndryshme, ku shkojmë në seminari çdo vit në Ersek dhe në kampi në Ersek e kemi ky vit që kaloi kemi për herë të 15 në bashkëpunim edhe me Fondacionin Dritë për të Verbrit, edhe kampi udhkryq Drita e Jetës, ku falenderoj koordinatorin e asaj jave dhe kryetarin e shoqatës së të Verbërve Dega Ersek Niko Amzallarin, i cili ka bërë një punë shumë të mirë, edhe është vërtet bekim, është një shtys për të gjithë ne që të ecim përpara. Më vjen mirë që keni pasur mundësi për të qenë kaq shumë aktivitetet cilat ju bëjnë të jeni patjetër në një marrëdhënie me njëri tjetrin për ndarë më shumë, për ndarë ndoshta edhe sfidat, vështirësitë, por pse jo, për ndarë ato gjëra të bukura që ju përjetoni përgjatë këtyre takimeve. Edhe për mua është e veçantë realisht çelësi për çdo marrëdhënie të mirë është komunikimi. Edhe nëse ne duam që të bëjmë atë gjërat e mira, ne duhet të komunikojmë në mënyrë të kuptueshme, pra të ndajmë nevojat, të ndajmë sfidat, sigurisht se po flisim, po ashtu të ndajmë edhe çfarë ne duam që të bëhet, nëse është mundur që të bëhet. Kështu që duke patur dhe aktorë të ndryshëm të pushtetit lokal, por edhe OJF, mendimi është që sa më shumë që ne mund të bëhemi bashkë për të bashkëpunuar, për të diskutuar dhe për të parë çfarë mund të bëjmë së bashku, është ajo që do të bëjë pastaj diferencën në vazhdimsi. Jo vetëm në personat që po flasim sot për personat me aftësi të kufizuar në shikim, por realisht për çdo individ që është në nevojë apo në sfidë apo për çdo grup shoqëror që është vulnerabël. Jam plotësisht dakord me ty Berti, dhe për këtë arsye pse jo edhe ne si Radio Emanueli dhe përgjatë programit Music Plus, unë kam dashur të jem një zë më tepër për çdo person që ka nevoja të veçanta, që pse jo, për të përcjellë më shumë informacion, për të përcjellë më shumë dërgjegjësim, sepse Ariani e përmendi, ndoshta jo gjithë aktorët kishin mundësi për qenë në takimet specifike që u zhvilluan, por jam e sigurt që për gjithë ata që na ndjekin, ne jemi duke dhënë një informacion më tepër që po ekziston një ditë për personat me aftësi të kufizuar në shikim, edhe ne duhet të veprojmë edhe të mbështesim jo vetëm në një ditë caktuar, sikurse mund të jetë 15 tetori në këtë rast, por në çdo ditë. Ajsa kemi mundësi për të bërë, dhe jam e sigurt që gjithsecili prej nesh, nëse ndalet dhe reflekton më tepër, mund të jap një mbështetje më shumë për këta persona në këtë rast. Do të kemi një shkëputje të shkurtër muzikore për të rikthyer pas pak dhe për të vazhduar bisedën në studio, për zbuluar pse jo vetëm nga aktivitetet që janë zhvilluar, por nga ana tjetër dhe ato sfida dhe vështirësitë që ju hasni në përditshmëri. Por në këto momente shkëputemi për të ndjekur këngën Do të mbajmë fort tek dora e ti, kënduar nga Çimi dhe Nisa. Do mbahem fort tek dorë e ti, dorë që nuk ndryshon. Do mbahem fort tek dorë e ti, dorë që nuk ndryshon. Jetën do jetoj në përjetësi, do mbahem fort, shumë fort tek dorë e ti.
mbahen fort tek dorë e ti, dorë që nuk ndryshon, do mbahen fort tek dorë e ti, dorë që nuk ndryshon. Jetën do jetoj në përjetësi, do mbahen fort, shumë fort tek dorë e ti. Do mbahen fort tek dorë e ti, dorë që nuk ndryshon, do mbahen fort tek dorë e ti, dorë që nuk ndryshon. Jetën do jetoj në përjetësi, do mbahen fort, shumë fort tek dorë e ti. Jetën do jetoj në përjetësi, do mbahen fort, shumë fort tek dorë e ti. Rikthehemi në studio ku në ditën e sotme jam duke zhvilluar një bisedë me Arian Kambrico dhe Albert Çepin në kuadër të ditës ndërkombëtare të Shkopit të Bardhë që shënoi në kalendarin historik në datën 15 tetor, pra javën e kaluar, ku është mbajtur edhe një takim më specifik në kuadër të kësaj dite. Dhe në këto momente dua të pyes më tepër mbi nevojat më të mëdha të personave me aftësi të kufizuar në shikim, duke ju referuar vendit ton, por pse jo edhe qytetit të Korçës, në cilat janë nevojat që ata kanë për të qenë gjithmonë edhe më tepër aktiv si në jetën publike, por pse jo edhe në atë personale. Po tash në jetën publike nevoja, do të thënë, ne, siç e thashë më përpara, e kërkojmë një punë për të mbajtur familjen tonë dhe për të mbajtur veten tonë. Dhe përveç punësimit, ne nuk kemi një zyrë tek shoqata e të verbërvesh, një zyrë shumë e vogël që ne nuk mund të bëjmë dot asgjë. Ne kërkojmë një ambient që të kalojmë me njëri tjetrin 2 orë së bashku edhe të ndihemi mirë, por kemi vite që e kërkojmë edhe akoma nuk po realizohet. Do me thënë, kurse problemet të tjera ka pafund, do me thënë, është për pensionin familjar, ka një problem, do me thënë, që nuk gjenden dokumentat në poliklinikë dhe janë gati 8 persona me aftësi të kufizuar që ne po përballemi, do me thënë, me këtë vështirësi dhe nuk po arrim ta zgjidhim dot. Ka dhe shumë probleme të tjera. Do me thënë, po që këto janë nevojat kryesore. Këto janë nevojat kryesore. Edhe është shumë e rëndësishme, vërtet, të keni një ambient ku ju mund të jeni së bashku, ku mund të kaloni një pjesë të ditës, edhe të ndani ato gjërat tuaja të përditshme, pse jo. Unë patjetër që mund të duke jetuar në Shqipëri, sfida ka të ndryshme, të shumta, për çdo njeri. Unë nësa do të mendoja, sidomos për grupin me aftësi të kufizuar në shikim, një nga gjërat që duhet akoma më shumë për të punuar, mendoj që është pjesa edhe e infrastrukturës më adekuate për ta, që të jetë sa më të aksesueshme, edhe që njerëzit të kuptojnë dhe kur pjesa dhe e informimit apo ndërgjegjësimit, kur shikojnë dikë me shkop në dorë, të ndalojnë makina për shembull, apo të sinjalistika duhet të shtohen patjetër. Duhet të jenë sa më të aksesueshëm për ta. Unë ngrita edhe në takimin që bëm ditën e mërkur, infrastruktura është shumë le për të dëshiruar, domethënë. Edhe në universitet që vazhdoja studimet, në kati parë mund të ishte mirë, po vështirësia e madhe ishte kur ngjiteshim kati 2, kati 3, nuk kishte fare akses për personat me aftësi të kufizuar në shikim. Edhe në pallatet që ndërtohen, mund të jetë një rambë për persona tetraparaplexik, po për neve nuk ka asgjë dhe këtu urbanistika në fillim kur jep lejtë ndërtimit duhet të shikoj këto gjëra, ose sidomos për rrugët e shumë e vështirë se midis 2 trotuarve është parkimi i gabuar. Edhe trotuaret nuk janë të përshtatshme për ne. E kam ngritur si shqetësim edhe do vazhdojmë ta ngrejmë si shqetësim. Edhe me të drejtë është një ndër problemet më të mëdha. Ani përmendi pak edhe pjesën e të infrastrukturës më shumë, edhe përfshirja edhe e shkrimit Braille, që është shkrimi i veçantë për personat me aftësi të kufizuar në shikim, që të mund të lexojnë, të kuptojnë ku janë, për të kenë të marrin informacion në këtë mënyrë më shumë, edhe për sidomos për ambientet publike.
apo ku ofron Jam shërbime. kurioztare të di si veprohet në universitet për sa i përket Në universitet materialeve të ndryshme, leksioneve, seminareve. Në universitet veprohet, domethënë duke kur bëhet provimi, neve pedagogu na merr na pyet me gojë, por për i regjistrojmë me voice recorder kur flet pedagogu në këtë lloj mënyre, ose ka persona me aftësi të kufizuar në shikim që kompjuterit kanë blerë një skaner, i skanojnë librat edhe jedhin Word. Edhe e lexojnë aty materialin, përgatiten edhe mund të vend të përgatitur kur kanë seminare, leksione dhe kur kanë provim. Pra në audio më shumë, sepse është më praktike. Po, dhe shoqata e të verbet të Shqipërisë i bën librat në audio me CD ose në USB ose në braille si ti dëshirojnë studentët. Në mënyrë që të kenë akses dhe të kenë mundësi patjetër për tu përgatitur, sepse edhe universiteti është një punë e madhe, një përgjegjësi. Edhe me vështirësitë që ju keni bëhet ndoshta ndonjëherë edhe shumë e ngarkuar. Por për te sfidave, për te vështirësive, Arjan ti përmend pak më sipër disa prej arritjeve, por nuk e di nëse mund të ndash më tepër. Ndër 10 vite në mos gaboj apo më shumë 14 vite tashmë në jam te shoqata aktiv, te shoqata të verbërve, sa ashtu kam më shumë, po aktiv rreth 14 vjet. Cilat kanë qenë disa nga arritjet më të rëndësishme që janë bërë vitet e fundit në përfaqësi në mbështetje? Po. Çdo gjë kella bëhet me përpjekje dhe kur arrin një diçka unë e quaj arritje për shembull. Arsimimin e persona me aftësi të kufizuar në shikim unë e quaj arritje. Se janë gati 40 persona që kanë mbaruar universitetin, pavarësisht siç e thash ne kërkojmë një punë, por që e kanë mbaruar atë shkollë është vërtet një arritje. Arritje është, ne kishim disa lekë të prapambetura të vitit 2005 deri në 2010, kishim vite që i kërkonim, dhe këtë falenderoj shumë kryetaren ton, Violetën edhe Elenën, sekretaren që punuan shumë, duke biseduar, duke kaluam edhe në gjyq edhe profesor Sinan Tafajin, që është person me aftësi të kufizuar në shikim, edhe arritëm që këto lekë i morëm, pavarësisht është një grup tjetër që nuk i ka marrë, që i bën dokumentat me vonesë. Arritje tjetër mund të quaj që ne jemi të bashkuar me njëri tjetrin. Një aktivitet që bëhet ose kur shkojmë në kish, për shembull, jemi gati 40 persona me shoqërus në shërbesa që bëjmë në kish 2 herë në muaj. Dhe arritje madhe që ne nuk kemi përçarje, se në qoftë se ke përçarje ke probleme pastaj. Por kur lajmërohen personat me aftësi të kufizuar për gjithçka, ne ndodhemi aty me një herë edhe jemi së bashku me njëri tjetrin, se mua në shkurt më ndroi dhe jetë babai tim, ishte një vështirësi e madhe për mua, por unë ndjeva që nuk isha vetë, duke filluar nga Berti, nga kryetarja, nga Niko Janersek, edhe të gjithë shokët edhe shoqet më ndodhen pranë në këto ditë të vështira, dhe Zoti ma lehtësoi sa do pak dhimbjen e babit tim. Ngushëllime. Lemdej. Edhe në fakt gjithsecili prej nesh kur ka momente të tilla në jetë ka dhimbje pa diskutim, por për ju besoj është e shumë fisht kjo. Kjo humbje, kjo dhimbje. Po kur të ndodhen njerëzit pranë në çdo moment, atëherë bëhesh me krah edhe bëhesh i fortë edhe vazhdon të shpërpara. Nuk bie në pesimizëm, po vazhdon të jesh optimist, edhe çdo gjë ta kemi tek Zoti te Perëndia. Për mua ishte edhe shumë pozitive që momentin kur kemi ardhur në Korçë, kemi filluar këtë bashkëpunim me Arjanin, pastaj edhe me shoqatën. Sikur sa thash në fillim, mund të ishin 2-3 apo pak një numër i vogël njerëzve që ishin më të gatshëm, le të themi, për të mbledhur, për të takuar. Një pjesë tjetër ishin akoma, le të themi, ato po quhen si në thonjza të guaskën e tyre, në ndrojtjen e tyre, në monotoninë, në rutinën e përditshme pa dalë shumë nga shtëpia, edhe duke i nxitur, duke i inkurajuar, duke i këshilluar. Kemi kaluar shumë procese derisa tani, sikurse Arjani është duke thënë që janë rreth 40 persona që janë në mënyrë të rregullt që tani janë pjesë e takimeve tona, aktivitetet që neve bëjmë. Kështu që kjo është shimbikim. Sa mirë ndihem Kela kur drejtuesi i kishës thotë Ani, unë nuk jam këtë të diel, thot ti bashkë me Ardianin, ai është një djalë tjetër person me aftësi të kufizuar në shikim, ju thot do ta drejtoni, po i thash unë, s'ka gjë thot, juve gojën lëvizni, domethënë bëni ato që keni për të bërë, dhe unë në shkrimin braille falenderoj Zotin, lexoj diçka nga fjala e Perëndis, edhe gjithçka shkon mirë. Po sa të kënaqur ndihemi ne në shpirt kur na jep besimin tjetri, domethënë.
Edhe kryetaria e shoqatës më thotë gjithmonë, ani po të jetë për të mirën e personave me aftësi të kufizuar, pse më pyet për çdo gjë, bëj më të mirën, bëj çfarë të duash dhe un jam në krah tënd. Më vjen mirë për gjithë mbështetjen që keni gjetur edhe që jeni në fjalën e Perëndis, në gjithçka që ju bëni për gjetur më shumë inkurajim, për gjetur besim, forcë, për të ecur gjithmonë edhe më tepër përpara dhe për të qenë mbështetje për njëri tjetrin. Shkoj edhe këtë Villa Kane, ku falenderoj të drejtoreshën që më ka ftuar shkoj çdo të shtunë aty, po sa mirë ndihem aty kur ndajmë fjalën e Zotit bashkë me teta Marianën edhe Xhaxhi Aliun, janë nga kisha ungjillore ata. Edhe na merr shoferi ai djali Mariusi është i gatshëm domethënë, dhe kur takoj se edhe atje kemi 8 persona me aftësi të kufizuar në shikim, edhe të moshuarit të tjerë, falenderoj dhe Romeo Skënderasin, se është një djalë që vetëm këndon, person me aftësi të kufizuar siç e thash, që është këngëtar dhe ndihemi i kënaqur, domethënë. Këto janë dhe ato arritjet për cilat unë isha duke pyetur edhe më herët. Po Berti. Ideja është vërtet që sikurse ne po kemi qenë duke i rënë, themi si vërdall, po ideja është që në çdo njeri është njeri, rreth parë, edhe në secili prej nesh themi në thonjza mund të kemi ndonjë, po e them në thonjza në një aftësi të kufizuar, po ashtu kemi edhe të talente që na janë dhënë, edhe se më që neve secili prej nesh me ftuar, nxitur për të fuqizuar edhe për të përdorur këto talente që kemi për të ndihmuar të tjerët, në ndihmë të tjerëve. Kështu që po. Arritje mund të quaj edhe 3 koncerte që u bën në Korçë. Një u bë, domethënë formacioni Lefter Furxhi në nder të Zotit Lefter Furxhi, i cili përveç se iku shikimi, ai nuk u dorëzua kurrë me filharmonikën e tij, që përveç ne persona me aftësi të kufizuar në shikim ku unë koordinoja, Ardian Kadilli ishte kantautor, Romeo Skënderasi që këndoi dhe Spiroja, kishte edhe persona të tjerë, Lazion Petri, Kostika Zruli që na u treguan të gatshëm, gjithashtu edhe kryetaria tonë dhe Alberti na ndenjën në koka për çdo gjë që ne bëmë. Gjithashtu një vajzë person me aftësi të kufizuar në shikim, Arsona Taçe, ajo mbushi teatrin Çajupi, sa për 2 orë mbajti vetë atë koncert edhe nuk u dorëzua dhe doli vërtet shkëlqyer. Dhe Romeo Skënderasi në kishën ungjillore bëri një koncert duke e ndihmuar Kostika dhe Nardi Melesini. Kjo tregon që nëse ne gjithë jemi së bashku, mund të bëhen gjëra patjetër shumë të mëdha edhe që janë një bekim për personat në këtë rast me aftësi të kufizuar në shikim. Do të rikthehemi vetëm pas pak, pse jo për të ndarë, ne gjatë gjithë bisedës thuajse kemi ndarë jo vetëm ato sfidat, arritjet, por shumë mesazhe për dëgjuesit, por vetëm pas pak do të ndalemi më konkretisht, pse jo për të ndarë një mesazh në kuadër të ditës ndërkombëtare të Shkopit të Bardhë. Por në këto momente ndjekim këngën I këndoj dashurisë tënde nga Petrina Kalaveshi. Çliroj shëruesi për të vërtetën unë gëzoj dhe duart unë çdo ditë ngre se unë për herë këndoj për dashurinë që zbriti I këndoj dashurisë tënde I këndoj dashurisë tënde Dua të hedh
dashurisë tënde, I këndoj dashurisë tënde, I këndoj dashurisë tënde. Rikthehemi sërish në studio dhe kështu pak nga pak po mbrim në fund të bisedës në ditën e sotme me Arianin dhe Albertin në kuadër të ditës ndërkombëtare të Shkopit të Bardhë, e cila shënohej më konkretisht në datën 15 tetor. Kemi folur mbi aktivitetet, mbi sfidat, mbi arritjet, por në kuadër të kësaj dite në këto momente dua t'ju pyes se cili është mesazhi juaj për shoqërinë shqiptare, për institucionet, por edhe për të rinjt, ndoshta me aftësi të kufizuar në shikim, për më shumë mbështetje, për më shumë ndërgjegjësim, për çfarë do që ju mendoni se vlen për të përcjellë një mesazh në kuadër të kësaj teme. Para se të kaloj në mesazhi Kela, desha të thosha që sa është në fakt është tepër e vështirë të jesh person me aftësi të kufizuar, por siç e thash ne kemi ndihmën e Zotit. Ashtu edhe kryetari I shoqatës së të Verbërve Ersek, ai kishte një jetë normale, kishte mbaruar për infermier në shkollën në Vlorë dhe kishte hedhur, domethënë, dokumentat për të vazhduar për doktor në Gjermani. Dhe sa herë tregon dëshminë e tij, unë mbushem, unë edhe të gjithë të tjerët mbushen, domethënë që ai ju prek kjo ëndër në mes dhe 2 vjet ai ishte mbyllur në shtëpi, ra në një pesimizëm, por kur u kthye më I fort se kur, edhe ai nuk dorëzohet kur edhe vazhdon të ecë përpara. Gjithashtu edhe unë këtë problemin e shikimit e quaja si një virozë, si një grip që do më kalonte. Por kur shkova me drejtorin e shkollës së Maltës me Mr. Çalin për të më vizituar edhe për të më shëruar, dhe kur më thanë që kjo diagnoza tënde nuk bëhet, ngela për një çast edhe thash që mbaroi jeta ime këtu. Por ai më tha këtë gjë, ani shijoje ditën, tha, vazhdo të ecësh përpara dhe beso në Zotin. Edhe vërtet kështu bëra, edhe unë edhe personat e tjerë me aftësi të kufizuar në shikim. E shijojmë çdo ditë ashtu siç dita vjen, ecim përpara dhe besojmë në Zotin. Dhe mesazhi im është ky, që të gjithë personat me aftësi të kufizuar në shikim të mos dorëzohen kur, po të vazhdojnë të ecin përpara, sidomos të rinjtë, le të jenë të rinj, ta edhim brapa krave këtë problem që I ka zënë për shembull dhe të hyjnë në shoqëri, të flasin me personat e tjerë dhe jam I bindur që aty do ndihen mirë. Mund ta kenë në fillim të vështirë, por më vonë do ta kenë shumë të lehtë, se ne jemi si gjithë të tjerët. Për pushtetin lokal edhe për njerëzit e tjerë them kështu që vazhdoni që të bëni diçka për ne në të mirën e persona me aftësi të kufizuar në shikim, të jeni të ndërgjegjshëm edhe ne do t'ja u shpërblejmë me mirësi, me përullësi dhe me besimin në Zotin, se ne ju duam shumë, ashtu të na doni dhe juve. Ju faleminderit Kela që mora pjesë në studio, të falenderoj Albert dhe bashkëshorten tuaj Jonën, kryetaren time Nikon, të Ardianin, të gjithë personat me aftësi të kufizuar. Gjithashtu falenderoj dhe maman time që ajo më vjen në pa gjithmonë një gabim të vogël që kam dhe nuk më thot kur që ti ke arritur diçka, dhe kjo gjë më ka bërë vërtet shumë mirë, edhe motrën time që vërtet e dua shumë, edhe nipin dhe besën tim. Zoti t'ju bekoj. Faleminderit. Të falenderoj vërtet Arian, sepse përcolle mesazhe të cilat gjithë secili prej nesh mund të ndalet të reflektojmë më tepër, sepse kjo lloj aftësie nuk është gjithmonë që nga lindja, ka persona që kanë lindur pa këtë lloj kufizimi, por që jeta I ka përballur me këtë sfidë. Është e rëndësishme që për te çdo sfidë, për te çdo vështirësi, çdo njeri prej nesh duhet gjej forcën dhe mbi gjitha besimin tek Zoti, shpresën tek Ai për t'u ringritur dhe për t'u përballur, për të jetuar jetën në përditshmëri. Flas me dikë, më fal Kela, domethënë me sekretaren e shoqatës, edhe I them të falenderit që ti mua më konsideron si gjithë të tjerët. Po ti je më mirë se në Arian, tha, ti dhe shokët edhe shoqet tënde, tha, unë që kam qenë edhe jam sekretare këtu, ndihem vërtet e bekuar me juve, sa se më keni mësuar shumë gjëra nga jeta tuaj dhe nga problematika tuaja. Është vërtet, jeni një inkurajim për ne. Po, ne realisht të gjithë mund të mësojmë nga çdo njeri. Është vërtet. Dikush ka thënë që më duket si me shaka tani, po dikush ka thënë diçka të vërtet, edhe pse mund të vi pak për të qeshur, po thënë që ti nuk je asnjëherë aq keq, sepse edhe po ti je shumë keq, sërish mund të përdorësh si një shembull I keq.
Po nuk është në rastin tonë kjo, jo, thjesht për të thyer pak, po ideja është çdo njeri për nesh duhet të lëmë një gjurmë të mirë në shoqërinë ku neve jetojmë, në komunitetin ku neve jetojmë. Unë kur kam lexuar për të parë më shumë për pjesën për personat me aftësi të vizuar në shikim, kam lexuar për një mbrojtëse, advokuese, politikane, shkrimtare që ka qenë ajo edhe e shurdhur por edhe e verbër që në risi të moshës së saj, që në fëmijëri, ajo quhet Helen Keller, edhe një nga ato shkrimet e saj ka qenë një frazë që e kam tani gjithmonë në mendje. Ajo ka thënë që gjëja më e keqe se sa të jesh i verbër është që të kesh sy, por të mos shikosh. Edhe kur ishim edhe në takimin e fundit që kishim për ditën Shkopit të Bardhë, shpesh u dëgjua edhe nga personat që ishin në sallë që ne shohim, edhe miq që un kam si Ani apo Ardiani dhe të tjerë që ne kemi përmendur, thonë ne shohim me sytë e shpirtit. Edhe nxitja e mesazhit im për çdo njërin prej nesh, edhe për neve që shohim, është le të mos shohim thjesht me sytë fizik, por le të shohim me sytë e shpirtit. Le të jemi gjithmonë të gatshëm për të qenë një ndihmë, për të qenë një dritë, për të qenë të përdorshëm, për të ndihmuar dhe për të lënë një gjurmë sa më të mirë në individët, shoqërinë, komunitetin ku ne jetojmë, të afërmit, akoma më shumë duke bërë mbështetje për ata që kanë më shumë nevojë, edhe për këtë komunitet veçantë. Zoti bekoft. Unë ju falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndat në ditën e sotme. E di që kanë qenë fjalë zemre, të cilat ju i keni ndjer, secili në pozicionin e vet, edhe në mënyrën se si jeni pranë personave të cilët janë me aftësi të kufizuara në shikim, dhe përpara se t'ju përshëndes dua edhe unë personalisht të ndaj diçka në kuadër të ditës ndërkombëtare të Shkopit të Bardhë, më konkretisht duke ju referuar Shkopit të Bardhë, i cili është më tepër se sa thjesht një mjet ndihmës. Ai është një simbol i pavarësisë, i lirisë, i të drejtës për të jetuar me dinjitet. Prandaj kjo ditë besoj që gjithsecilit prej nesh na kujton rëndësinë e mbështetjes dhe krijimit të mundësive të barabarta për të gjithë. Ju falenderoj edhe një herë. Faleminderit. Edhe një diçka tjetër. Po Arjan. Se ne nga që kemi shumë miq, po duhet t'i përmend, unë falenderoj shumë edhe Kevin edhe Alison Moril, ata ishin në Verdë dhe kanë qenë kur neve kemi krijuar që shkojmë në Kishë dhe Fondacionin Dritë për të Verbrit. Gjithashtu dua të falenderoj Vill Niven edhe bashkëshorten Doretën, që janë pjesë e fondacionit, ajo është drejtoresh edhe ai është antar i bordit, por janë vërtet bekim për ne, dhe Xhaxhi Xhefrin është një pastor që është në Kanada, ju erdhi në prill edhe shkuan në seminar së bashku edhe u ndihem vërtet mirë. Edhe kemi shumë miq të fondacionit të shoqatës tonë që na kanë ndihmuar edhe me aktivitete të ndryshme, edhe Zoti t'i bekoj të gjithë. Unë e di që ti ke dëshirë të përmendësh çdo person që ju mbështet, ka realizuar dhe ka qenë pranë jush me aktivitete, me nisma, iniciativa të cilat patjetër ju kanë ndihmuar dhe ju kanë mbështetur. Dhe jam e sigurt që çdo person e di që ju jeni falënderues edhe përtej asaj që mund të shprehni përmes minutazhit të një programi si ky në ditën e sotme. Ju falenderoj edhe një herë, ju uroj një ditë të mbarë në vazhdim dhe patjetër uroj që ky program edhe kjo intervistë jetë një zë më shumë për gjithë ata që kanë mundësi për të vepruar mbi gjitha për institucionet përkatëse në vendin tonë dhe më konkretisht në qytetin e Korçës. Jeni gjithmonë të mirëpritur, pse për të ndarë më tepër në lidhje me nevojat, në lidhje me sfidat dhe problematikat që personat me aftësi të kufizuar në shikim hasin në përditshmëri mbi gjitha për të bërë më shumë për secilin prej tyre. Në këtë momente shkëputemi për të ndjekur një tjetër këngë, vjen Kisha Ungjillore Libonik me Malish me këngën Për ulem. Rikthehemi së bashku miq vetëm pas pak. Për